Mëkati që nuk të pëlqen është më i mirë në pikpamjen e Allahut se sa virtyti që të bën krenar. Kjo thonje ndikuese e Imam Aliut nxjerr në pa një aspekt domethënës të marrëdhënies son me Allahun. Le të thellohemi në interpretimin e kësaj thonje në dritën e Kuranit. Imam Aliu thot se mëkati që nuk na pëlqen, domethënë mëkati për të cilin pendohemi dhe për çfarë na vjen keq, është më i mirë te Allahu se sa një virtyt që na bën krenar. Kjo deklarat sfidon perceptimin ton për të mirën dhe të keqen, duke na kujtuar se kuptimi ynë mund të mos përputhet gjithmonë me urtësinë hyjnore. Për të kuptuar kuptimin më të thellë të kësaj thënie, do t'i drejtohemi Kuranit për udhëzim. Allahu në surën Bekare, ajeti 216, thot: "Por ndoshta ju e urreni një gjë, e ajo është e mirë për ju, dhe ndoshta ju e doni diçka, e ajo është e keqe për ju. Allahu e di, ndërsa ju nuk e dini." Ky ajet thekson se njohurit dhe të kuptuarit ton të kufizuar mund të na bëjnë të mos pëlqejmë diçka që është përfundimisht e dobishme për ne, ose të duam diçka që është e dëmshme. Për më tepër, në surën Enfal, ajeti 28, Allahu thot: "Dhe dijeni se pronat tuaja dhe fëmijët tuaj janë vetëm një sprovë, dhe se te Allahu është shpërblimi i madh." Ky ajet na kujton se pasuritë materiale dhe arritjet e kësaj bote, me të cilat ne shpesh krenohemi, janë thjesht sprova nga Allahu. Ata nuk duhet të jenë burimi i arrogancës apo vetvlerësimit ton. Imam Aliu na mëson se një mëkat që sjell pendim dhe na shtyn të kërkojmë falje nga Allahu është më i mirë se një virtyt që na bën krenar dhe kryelart. Kjo ndodh sepse akti i njohjes së gabimeve tona dhe kërkimit të pendimit tregon për ulësi, sinqeritet dhe një lidhje të thellë me krijuesin ton. Për shembull, nëse një person bën një mëkat dhe ndihet i penduar, ka më shumë gjasa që t'i kthehet Allahut me pendim të sinqert, duke kërkuar falje dhe udhëzim prej tij. Ky akt i përuljes dhe nënshtrimit ndaj mëshirës dhe faljes së Allahut vlerësohet shumë në Islam. Nga ana tjetër, nëse një person bëhet krenar dhe mendje madh për shkak të veprave të tij të virtytshme, ai mund të bjerë në grackën e vetbesimit dhe mendje madhësisë, të cilat janë të urryera nga Allahu. Kjo thonje shërben si përkujtues për myslimanët që të vlerësojnë vazhdimisht qëllimet dhe veprimet e tyre. Ai na mëson se virtyti i vërtet nuk qëndron në shfaqjen e jashtme të veprave të mira, por në sinqeritetin dhe përulësinë me të cilën u afrohemi atyre. Na nxit që të jemi të kujdesshëm ndaj egos son dhe të kërkojmë kënaqësinë e Allahut mbi gjithçka tjetër. Si përfundim, thënia e Imam Aliut na mëson se një mëkat që sjell keqardhje dhe shpije në kërkimin e faljes nga Allahu është më i mirë se një virtyt që na bën krenar. Kjo thënie përputhet me mësimet kuranore, duke na i kujtuar njohuritë tona të kufizuara dhe rëndësinë e përulësisë dhe sinqeritetit në marrëdhënien tonë me Allahun. Le të përpiqemi gjithmonë të kërkojmë faljen e Allahut dhe të mbetemi të përulur në ndjekjen tonë të drejtësisë.